Nëse pranove, atëherë ittaqillah, ki frikë Zotit, do japësh llogari, do dalesh përpara Allahut xhelel xhelaluhu. Unë nëse s'do ta kisha frikë Zotit, nuk e di se ku mund të isha tash. Mendoni gjitha të këqijet, atje mund të isha. Nëse s'do ta kisha frikë Zotit xhelel xhelaluhu. A shiko? Atëherë, ruaj veten tënde. Bëhu njëri i mirë. Bëhu njëri i sinqert. Mos rrej, mos mashtro, mos tradhto, mos spiono, mos përgojo. Qa janë ta që gjithi dini, ma mirë se sa unë. Këto mos të kenë vend ke trupi jotë, ke zemra jote, ke shpirti jotë. Atëhere, të i bëhësh një bari i mirë për vetën tënde. Keni ngju si thonë? Qartë bëhet për gjithë, letë bëhet dhe për ne. Ky sëru vetën. Po ka rrezik se me të marrë fjala e këtij me vete, ke fik vetën. Shive, ai ka marrë për vete. Ose thotë, gjithë bashkë do jemi atje. Po do jemi atje gjithë bashkë? Po dhe zë, po të dashën. Jo begovë Zotit. A e shihni si ka dalë ky dielli sa i bukur? Dhe kur t'jemi atje përballë Zotit xhelel xhelaluhu, ky diell do të ulet. Dhe diell sa thotë do ta kaploj njeriu mbi kokë. Disa në brez, disa këtu në nalë. Do t'i kaploj diell sa llogari përpara. Çat një maj. Ina bashkë, ku me qenë bashkë? Çdo njeri që ka lati ke banesa, tjetër, o vetëm ati, s'ka ati, vetëm ti edhe me lekë të Zotit. Kush një mua ati? Le që jo keni pa. Po i thosh të njoni, e kishe te kalu me alkohol mo sa, gati sa porzuhi, edhe po i thosh të personit tjetër, ç'ke ti bësh tu i lajon? Pak porzu, nuk dihet sa bësh ka vërvete. Ç'ke ti? A di si arraf gjokse? Jo, dashur, asnjëherë mos dështomi dio, po mos librit Zotit. Edhe nëse të këshillon një njeri që nuk është i dështu për vete, po i ka rregullu punë të vete, ngjoja atë. Nëse të këshillon një njeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është i vjetër në Islam, dhe në thonë thëja, i kanë dalë duke qenë me këtë din, shkori mrapa ati. Besoni, ngjoni këshillet ati. Nëse të këshillon thot një person që është 60 vjeç, 70 vjeç, ngjoje të i ri, se ti s'ke fillu Allah. Ka qenë përdori shprehje, ti s'ke bon ushtërinë Allah. S'ke kaluar si s'pro. Ngjo, merr mësim. Të shti futën rrugë. Wa ehlikum, thot Allahu xhelel xhelaluhu. Runi dhe familjet e juja. Çfarë do të thotë kjo? U bone besimtar në Zotin. Të shti u bone i mirë, bari i vetë vetës. Wa ehlikum, runi dhe familjet e juja. A ke morë bashkëshorte? A ke fëmijë? A ke prindër? Sepse do bëhesh me 2 palë fëmijë. Një palë fëmijë janë ata që ke lind ti me bashkëshorten tate, dhe pala tjetër është nana e baba jatë kur të vene dy në shtëpia. 50 herë i fjalë thonë. Lekë s'kanë me të dhonë mo. Shpejna, as shpejt s'pën e ma në qelë mo. Qërë thuhet? Jenë bo fëmijë për shdyti i gjerë duke shpija. Këtaj janë përgjegjësia jote. I keme rujt e hosh vëllai. E di që i keni rujt. Pa di kush është e rujt me janë. Mos mi përplasat e në zilë pleqve. Mos mi ndaj mi dhonë veti atje, pa më tregon të njoni i shpejt bukur. Mrekulli, miliona. Po shpo që ti ona shërkej të në.
janë blejtë, tha, nona e baba, tha. Kanë rahat lëkun e vetë, tha. Kanë